Miq të dashur të televizionit Alsat, po ritakojemi edhe sot me gjurmët, uroj të keni pasur një fundjavë të mbarë, ndërsa sot do të fokusohemi në sferën e arsimit, do të flasim për maturën shtetërore, ndryshimet që vijnë pikërisht këtë vit, të cilat janë parashtruar vitin e kaluar dhe këtë vit do t'i kemi në funksion. Çdo vit matura shtetërore rikthehet si një nga testet më të rëndësishme për maturantët, por edhe si një ndër proceset më të debatuara në arsim. Edhe këtë vit pikërisht nuk bën përjashtime të gjitha modalitetet që vinë bashkë me të. Me ndryshimet e reja, këtë vit nxënësit do të ndahen në 3 lloje maturash, për të cilat do të flasim pak më vonë. Në terren ndërkohë edhe problemet vazhdojnë për shkak se shkollat përballen me organizim të vështirë, mungesë hapësirash edhe kushte jo gjithmonë shumë dinjitoze. Për të gjitha këto tema edhe më shumë tema të tjera do të flasim sot me profesorin Aser Miftari, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit që pranuat ftesën. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën e parë. Atëherë ta nisim me ndryshimet e këtij viti. Kemi përmendur vitin e kaluar, përmendem vazhdimisht që do të bëhen ndryshime në këto sferat në arsim, pikërisht në maturën shtetërore, ka pasur tek tok ndryshime ndër vite. Si vlerësoni ndryshimet e këtij viti për maturën shtetërore? Para se të fillojmë në pyetjen e juaj, që është një ndër pyetjet vërtet më së të rëndësishme, sidomos për maturantët dhe prindërit, do të thoya se kemi të bëjmë me pyetje që i përkasin në përgjithësi arsimit të ditëve të sotme, e që fatkeqësisht gjithnjë më tepër dëgjojmë kritika nga më të ndryshmet, dëgjojmë fjalë të cilat jo gjithherë inkurajojnë qoftë nxënësin apo mësimdhënësin. Bëhet fjalë për një sistem i cili vërtet kërkon nga gjithë ne, e sidomos përbërësit, duke filluar nga mësimdhënësit, prindërit deri tek nxënësit, një mobilizim shumë më të kapshëm dhe një sinqeritet shumë më të madh. Sa i përket maturës, nga përvoja që kemi, ky provim paraqet një ndër provimet apo brenga, do të kisha thënë, më të mëdha edhe të mësimdhënësve, por veçoj nxënësit. Sepse ata janë pjesa e cila në sistemin arsimor vinë për të marrë dijen, për të kalitur gjithë, të them, shkathësit, aftësitë që kanë, derisa ne flasim për një sistem testimesh që kërkojnë më tepër rigorozitet, tek ata shndrohet në një vërtet breng, e cila shpesh rezulton edhe me, do të them, me ndonjë negativitet, pasi që rëndon vërtet atë që për ata paraqet. Me që jemi këtu, profesor, se nuk dua t'ju ndërprej, por mbaj mend se shumë nxënës ndër vitet shkollave të mesme kanë bërë peticione të ndryshme për të anashkaluar tërësisht maturën shtetërore, për të mos qenë ajo pjesë e sistemit ton. Sa pajtoheni me këtë mendim të vetë nxënësve? Unë nuk do të them se pajtohem plotësisht, nga se përsëri jam i tharë i një të them testimi të dijeve, por absolutikisht i përkrahi dhe jam po ashtu ai që do t'i mbështes në vazhdimsi në kërkesa ku teprohet e gjitha ajo mënyrë e realizimit të një testimi. Edhe jam deklaruar edhe më herët, për mua matura, në fakt provimi maturës do të paraqet një akt solem në të cilën nxënësi posa asaj që do të dëshmoj dijen, duhet edhe të ndjej atë dije, në fakt atë nivel, dhe normal arritjet, qoftë asaj arsimore, qoftë asaj të moshës që ka. Sepse vetë fjala matur do të thotë pjekuri, një provim në të cilën ai do të dëshmoj kryerjen e një cikli arsimor. Në rastin konkret ku tek neve bëhen ndryshimet, duket shpesh herë sikur e tepruar, pasi që shumë japim rëndësi asaj pjesës teknike, e cila pjesë teknike pastaj rezulton me një frikë tek nxënësit,
Dhe normal, frika atëherë nuk mund të jep rezultatin e realt apo të sinqert që kërkohet nga gjithë neve. Duhet dim një gjë se matura shtetërore është në kompetenca apo në organizim të drejtorisë të quajtur qendra shtetërore për vlerësim, e cila është drejtori e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Unë, si nxënës mbaj mend, nuk kemi pas maturë. Kemi pas një provim, më tepër më dukeshte se kemi thënë provim diplome. Por me kalimin e kohës, si duket, me rritjen e numrit të nxënësve të shkollave të mesme, se dikur janë në vendin tonë, nëse marrim nuk ishte obligative, tani është obligative dhe këtë sistem e ndjekin më shumë shtete. Me rritjen e numrit të nxënësve të shkollave të mesme, këtu e kam fjalën në përgjithësi në botë, u shtua, ta themi, jo kusht, por u shtua nevoja që t'i shtrohen një testit të këtil maturantët. Dhe tani shteti ynë, duke i ndjek gjitha trendet, apo duke i ndjek gjitha konceptet, qofshin evropiane dhe botërore, po sidomos ato evropiane, është e detyruar e obliguar në një formë që të bëj organizimin e provimit të maturës, dhe deri më tani, nga viti 2004, kur është dhënë si koncept dhe realizimi i parë në vitin 2008, mendoj se i afrohemi një standardi, pasi që gjatë gjithë viteve mendojmë se i kemi kryer me sukses të gjitha provimet e maturës. Sa probleme strukturore ka brenda përmbajtjes së maturës shtetërore dhe sa shkaktojnë këto ndryshimet konsistente, ndoshta problem për studentët, por edhe për mësimdhënësit, kur e shohin përmbajtjen e maturës? Po unë do të them nga prizmi i mësimdhënësit, më tepër më duket se si ngarkesë e reformave është ajo e menaxhimit, e menaxhmentit shkollor dhe e mësimdhënësve, se sa e nxënësve, pasi që nxënësit njëherë janë matura. Edhe gjatë, do të thënë, nga viti i parë deri në vitin e 4, ata nuk e diskutojnë në vazhdimsi maturën, kurse mësimdhënësit dhe shkollat janë për çdo vit në maturë. Dhe këto ndryshime paraqesin problem. Do të thënë, shkaktojnë momente sfiduese, të cilat kërkojnë më tepër angazhim, kërkojnë më tepër, ta themi, mjete, por ndonjëherë dalin edhe jashtë asaj kornizës. Marrim shembull shkollat e vogla, ta them, që kanë më pak nxënës, ose marrim shembull shkollat e cilat nuk posedojnë kushte teknikisht bazuar konform standardeve që shtron qendra për vlerësim. Unë si mësimdhënës si gjimnazit Zë Flushmarku, gjithë e dim se Zë Flushmarku si gjimnaz, si shkollë është një ndër më të mëdhat ndoshta në vend. Dhe këtë nuk do ta them si problematike, pasi që posedon teknikisht të gjitha ato që kërkohen nga qendra dhe mundohemi t'i bëjmë më së miri, por nuk do të them se nuk ka sfidë. Në anën tjetër tani nëse marrim faktorin prind edhe nxënës. Gjithajo që transmetohet qoftë në media apo kudo qoftë në informimin e kritereve të shtruara për dhënje të maturës, unë mendoj se paraqet një sfidë më se të vërtet për ata, pasi që nota që do merren mund të ndikojnë në të ardhmen e nxënësve, në të cilat normal unë i shoh prindërit janë ata që më tepër ndoshta do të shqetësohen. Pjesa teknike e realizimit të gjithë kësaj që e themi neve matur, çfarë kërkon? Kërkon hapësira të mëdha. Nga menaxhmenti ose nga mësimdhënësit, nga shkolla kërkon një azhurnim, të thënë një përgatitje
paraprake të gjithë asaj se si do të realizohet e njëjta. Përsëri do të them shkollën tonë si model do ta marr si shembull që drejt për së drejti përcjellim të gjitha këto, posedojmë, mund të them, të gjitha standardet, pos asaj që për ne paraqet sfidë koha e rregullimit të gjithë asaj hapësire. Do të dalim pak më vonë tek edhe organizimi që ka qenë një ndër problemet më të mëdha që ka ardhur si pasojë këtyre ndryshimeve, po të ndalim pak tek kjo ndarja e maturës shtetërore që është bërë pikërisht këtë vit. Domethënë kemi ndarjen e maturës tek shkollat profesionale, artistike, tek gjimnazet, të gjitha maturat do të jenë veçmas varësisht prej shkollës. Si ka ndikuar, të them paraprakisht, ky dallimi midis gjimnazeve dhe shkollave profesionale atyre artistike ndër vite, për shkak se marrim parasysh se këto shkolla kanë pasur gjithmonë kurikula të ndryshme prej gjimnazeve, mirë po në matura përmbajtja ka qenë sikur të ishin programet mësimore që janë zhvilluar në gjimnaz. Si ka ndikuar kjo në suksesin e nxënësve? Sa ka qenë e drejtë, sa ka qenë e padrejtë? Koncepti themelor i gjithë organizimit të maturës nga qendra për vlerësim ka të bëjë me liri dhe të drejtat e njeriut. Në fokus ka të drejtat e fëmijëve, në fakt të nxënësve. Këtu, si duket më parë, nuk janë parapar të gjitha këto parametra, këto ndryshime që i ka sistemi arsimor dhe është bërë një maturë për të gjithë. Dallimi ka qenë vetëm në atë se është shtetërore apo shkollore. Nëse zbërthejmë tani çfarë kuptimi ka ajo shtetërorja dhe çfarë kuptimi ka shkollore, është shumë e thjeshtë. Domethënë, provimet e maturës shtetërore janë të organizuara testet, përpilimi i testeve bëhet nga qendra për vlerësim dhe vëzhguar nga qendra për vlerësim. Kurse ajo shkollore janë testet e cilat janë të përgatitura brenda shkollës nga mësimdhënësit e lëndëve të cilat janë në testim të paraparë. Këtu është risia kryesore që do të fillojmë këtë vit shkollor me maturën shtetërore, në të cilën për herë të parë kemi një provim mature të ndarë konform drejtimeve që kanë përzgjedhur nxënësit gjatë ciklit të tyre shkollor të mesëm. Matura shtetërore gjimnazore, ta themi, gjimnazit të përgjithshëm, përfshin lëndë obligative dhe lëndë zgjedhore. Gjithsej nxënësi do t'i kaloj 3 provime, cilët janë ato obligative, llogaritet lënda e gjuhës amtare, pastaj zgjedhore njëra nga lëndët e gjuhëve të huaja, jo mund të jetë gjuhë angleze, mund të jetë gjermane, frenge, mund të jetë gjuhë italiane dhe ruse në vendin tonë, dhe lënda e matematikës si zgjedhore. Kurse lënda e tretë është lënda në të cilën ata përzgjedhin gjatë përzgjedhjes që bëjnë deri në muajin dhjetor do të përfundojnë me përzgjedhjen e tyre, lëndë e cila do të përgatitet në brenda shkollës. Rezultatet e këtyre provimeve, domethënë, priten një kohë të caktuar derisa të kalojnë gjitha filtrat në vetë qendrën për vlerësim. Ndërsa matura shkollore ka të bëjë me lëndë, me teste, me provime të zgjedhura nga nxënësit, por të përpiluara nga mësimdhënësit e shkollës. Edhe aty do të kenë gjuhën amtare, një gjuhë të huaj, apo një nga lëndët që mësojnë gjatë shkollimit të mesëm. Risinë për dallim nga matura gjimnazore, të them, është ajo që e përmendet, pra matura profesionale edhe matura e shkollave të artit, muzikë dhe art. Të fillojmë me të dytën, me maturën profesionale. Këtu do të kuptojmë mirëfilli se kemi po ashtu shtetërore dhe ajo që në gjimnaze quajmë shkollore, këtu e quajmë përfundimtare. Kush i nënshtrohet
maturës shtetërore profesionale, të gjithë ata nxënës që ndjekin shkollimin 4 vjeçar të mesëm. Pasi që e dim se kemi shkolla profesionale 3 vjeçare dhe 4 vjeçare. Ajo që është shtetërore tek shkollat profesionale është i njëjti princip, ashtu sikur se është në gjimnaz. Por në lëndës zgjedhore është dallimi, se në ato profesionale kanë lëndë profesionale jo të përgjithshme sikur ka gjimnazi, kurse ajo që është 3 vjeçare, kemi edhe 2 vjeçare, i nënshtrohet, do të thënë, jashtë provimit shtetëror, i nënshtrohet provimit shkollor, por të quajtur përfundimtar, me të cilën e rumbullakson me një certifikat, me një diplom, shkollimin e vetë. Edhe matura tek shkollat e artit, po ashtu është maturë shkollore, e cila maturë përgatitet, provim maturë përgatitet nga stafi i shkollave adekuate. Çfarë duhet të mos ngelen borxh, edhe pse e di se e pamundur është që të mos ngelen borxh për të thënë gjithë ato që duam të themi. Është shumë e rëndësishme të ceket edhe një nga këto 3 provime që i përmendëm. E ajo është detyra projektuese. E cila detyrë projektuese po ashtu paraqet një të them, jo breng, por një peshë për nxënësit në këtë periudhë, nga ajo se me detyrën projektuese nxënësi merret gjatë gjithë vitit, në fakt deri në muajin prill dhe fillim të majit mund të jetë, ku duhet ta mbrojë temën që ka përzgjedhur. Cila është ajo procedura e këtij provimi? Do të thotë ai nga shtatori vetëm duhet të përzgjedh lëndën, të përzgjedh mentorin, edhe pastaj të punoj gjatë gjithë kohës deri në mbrojtjen e temës, të punoj në atë temë. Tani ta them edhe këtë, se kur rumbullaksojmë gjitha këto provime të maturës, cili është qëllimi gjithë kësaj? Pra qëllimi kryesor është që nxënësi, maturanti, sado pak të jetë me një përvojë nga ajo që ne e quajmë përgatitje profesionale në të ardhmen. Këto hapa, do të thotë, këto provime i mundsojnë, në fakt kanë për detyrë që ta forcojnë, ta fuqizojnë gjithë atë potencial që posedon maturanti, kalon provimet edhe pastaj ai veçmë është i orientuar sado pak në drejtimin që do të sjellë. Çka do të ndodhë me maturantët e shkollave profesionale që duan më pas të vazhdojnë studimet universitare? Si është rregulli për to? Në këtë pyetje, si duket tani e kuptoj se kam lëshuar diçka nga ajo që u mundova të sqaroj. Por këtu jemi dhe faleminderit për pyetjet e këtilla. Çfarë duhet të bëjnë? Më thënë, qëllimi kryesor apo detyrë kryesore e provimit të maturës është kjo, që të bëj, domethënë, 2 gjëra ka. Njëra është të konfirmoj shkollimin paraprak, ciklin në të cilin nxënësi është drejtuar dhe ka mbaruar, me të cilin ai do të merr një diplomë, dhe e dyta, domethënë diplomë për punësim. Dhe e dyta që është më e rëndësishme, pra ajo detyra selektuese. E te detyra selektuese, nxënësi, maturanti, pra duhet të jep maksimumin për të arritur suksesin më të madh në drejtimin që mendon të vazhdojë në ciklin sipëror. Gjithë ata të cilët kanë provim mature profesionale, që nënkupton shkollat profesionale 3 vjeçare, po që se dëshirojnë të vazhdojnë në fakultet, ai është i detyruar paraprakisht, pasi ta mbaroj këtë, të vazhdojë edhe me një vit shkollë profesionale, me të cilën e mbyll një cikël 4 vjeçar, barazohet me të tjerët profesionale, dhe mund të regjistrojë, mund të vazhdojë në ciklin sipëror. Ajo që duhet po ashtu theksuar se shkollat profesionale janë të prira
ndoshta nuk është fjala adekuate, por ata mund të vazhdojnë arsimin superior kryesisht në drejtimet të cilat unë do të quaja teknike, apo që kanë një përmbajtje nga provimet të cilat ato kanë mësuar në shkollën profesionale, që dallon nga matura shtetërore gjimnazore, e cila ajo është e përgjithshme dhe këtu nuk ka ndonjë pengesë në cilin fakultet mund të vazhdojë. Domethënë të vetmit nxënës që kanë prioritet në këtë drejtim, pra në këtë vijë janë nxënësit e gjimnazit të përgjithshëm, ku për to post suksesi që mund të jetë ndonjë problem, thojza do ta them, pjesa ligjore nuk i pengon në asnjë drejtim të cilin ata duan të nuk janë të kufizuar, domethënë. Tani do dalim tek organizimi i maturës, që është një problem shtesë për mësimdhënësit në këtë rast, për shkak se ato janë të obliguar që të mirën me këtë pjesën organizative. Sa problem mbetet organizimi fizik i maturës nëpër shkollat tona? Po do të filloj nga ta them ajo hapi i parë që ne bëjmë, ose që jemi të detyruar në bazë të udhëzimeve që dërgon Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në fakt Qendra Shtetërore për Vlerësim. Brenda çdo shkolle organizohet ta quaj këshilli i provimit të maturës me sekretarin e maturës, personi përgjegjës i cili do të ka për detyrë të bëjë mbarvajtjen e realizimit të provimit. Cila është ose cilët janë ato hapat e tjerë. Më thënë, ky këshill apo sekretari i maturës që është brenda shkollës, i caktuar nga drejtoria e shkollës, ai do të njoftoj nxënësit. Çfarë mënyre do të njoftohen nxënësit, neve dimë atë se përmes kujdestarëve të klasës, por sido që të jetë, domethënë gjitha ata shkolla që kanë mundësi të tjera informimi, domethënë obligimi tyre primar është që nxënësit të jenë të njoftuar me mënyrën se si do t'i qasen, si do të realizojnë provimin e maturës. Pas njoftimit se çfarë lënd do të jepen, ata bëjnë përzgjedhjen. Përzgjedhja e lëndëve, e tham pak edhe më parë, mbaron në muajin dhjetor. Dërgohen të gjitha të dhënat në Qendrën për Vlerësim dhe tani ata mbajnë evidencën sa nxënës kemi në këtë provim, sa nxënës në atë provim e kështu me radhë. Provimi detyrë projektuese nuk paraqet ndonjë vështirësi sa i përket organizimit nga ana e mësimdhënësve apo këshillit të maturës. Ata vetëm njoftohen, përcaktojnë lëndën mentorin dhe punojnë në të njëjtën deri në mbrojtje diku në prill dhe maj. Po matura shtetërore ndoshta është problemi. Matura shtetërore, realizimi i vendi ku do të realizohet është vërtet një sfidë për të gjitha shkollat. Këtu mendimi im personal është, por edhe i kolegëve brenda shkollës, nuk do të doja që të jetë deri në atë formë centralizuar, disi ashpër e centralizuar gjithë ai moment i realizimit të maturës. Sepse kërkon vërtet rregulla strikte që nxënësve të mos ju mundsohet ndonjë, ta them, veprim jo i ligjshëm apo siç ndodh vjedhja e pyetje për shkrimi ku e diun se çfarë, ato janë në rregull dhe gjithë pajtojmë atë që të rritet ndërgjegja gjithnjë më shumë që nxënësi maturanti të hyjë në provim me atë kapacitet që ka. Tani është mjaft herët që ai të përgatitet për ato lëndë që është përcaktuar nga muaji dhjetor deri në maj ashtu. Dhe nuk duhet të lidhet për ndonjë pajisje digjitale apo për ndonjë person tjetër që do ta ndihmojë, sepse atëherë vërtet do ta çndihmon e jo ta ndihmoj. Ajo që i përket obligimit nga ana e mësimdhënësve dhe këshillit që përgatitet, që është përgjegjëse për mbajtjen e realizimit të provimit, është
lokali, në fakt hapësirat ku do të mbajnë. Tani, Bartja e bankave. ashtu u vendos që nxënësit provimin e maturës ta japin të gjithë në një vend. Sipas tyre, ndoshta mba ajo se po, e kemi në kontroll gjithë hapësirën dhe tani kemi edhe nxënësit të gjithë aty. Por çfarë do t'i kushtonte dhe kush do ta them kështu në thjesht troç, çfarë çmimi do të ketë ajo që nxënësi do të jep provimin në klasë ku mëson 4 vite? Pse të mos jetë në klasë? Cila është ajo që e prish sipas atyre që e kanë menduar ashtu dhe ajo që nëse dalim në sallë, në një hapësirë më të gjerë, ku të gjithë nxënësit kemi aty e ndërton më së miri. Ose të paktën kjo bartja e bankave, organizimi fizik, Tu është sfida kryesore. Të mos jetë bare juaja e mësimdhënësve, po të jetë ndihmë nga ata që organizojnë maturën, ndoshta keni kërkuar një gjë të tillë. Këtu është një problem vërtet serios, të cilën si duket ata nuk e kanë pas parasysh. Sepse matura, provimi do të jetë ditën e shtunë, të themi. Kush mund t'i bartë të gjitha ato banka për 500 maturantë, si që kemi ne në shkollë. Kemi shkolla ku mund të kenë edhe më tepër. Në thënë, duhet një ekip vërtet të mobilizohet, sepse ato banka dhe karige nuk janë vetëm thjesht se duhet të renditur dikund, por duhet të kenë numër, me të cilin kod do të udhiqen ata kandidatë që A keni kërkuar që kjo të mos jetë bare mësimdhënësve, po të jetë është kërkuar, por si duket këtu nuk dëshirojnë të lëshojnë pejë në këtë drejtim, bile insistojnë edhe më tepër në këtë që të jetë gjithnjë në një formë më publike, në të cilën gjithë nxënësit të jenë aty. Sa i përket shkollës tonë në këtë drejtim, vërtet ja kemi dalë, edhe pse kemi një numër. Unë e them numër të madh, por ja, do të them relativisht të madh. Vërtet, vetëm këtë vit kemi 375 maturantë. Gjithmonë ka qenë numri dikon 400-500, derisa i kishim edhe paralelit e tjera. Duhet bartur bank për secilin nxënës. Karige për secilin nxënës. Ato janë atë sa nxënës tash. Nëse nuk japin të gjithë nxënësit të njëjtin provim, të themi, nuk shkojmë me 375, do të shkojmë me 200. Përsëri janë shumë. Sepse të hënën nuk guxon të jenë klasat e zbrazura, do të kthehen ata përsëri në atë vend. Kur i kthejmë kariket dhe bankët në vend, në numrat që janë të shënuar ata nuk do t'i gjejmë për provimin e radhës. Që do të thotë se është përsëri një punë shtesë, e cila punë për mua paraqet një, unë do të them, sinqerisht, mendimi im është një formalitet se sa një rregull në të cilën duhet të jemi shumë strikt. Përsëri do ta potencoj, neve kemi kushte të tilla që t'i mbajmë, por nuk e shoh të arsyeshme që të bartën gjitha klasët. Se kemi dhënë maturë edhe në klasë, kanë dhënë provimin në të cilën nuk kanë ndodhur asgjë dhe jashtëzakonisht ka qenë efikas. Edhe problemi tjetër është edhe në shkollat e tjera që nuk e kanë kapacitetin e shkollës tuaj, për shembull të Zeflushmarku ka kapacitet të madh për të mbajtur organizime të tilla, mirë po në shkolla tjera kemi parë mungesë. O janë organizuar në amfiteatro, universitetesh, ka qenë Ose në momentit që nxënësit njohtohet se do t'japësh provimin me maturën shtetërore në një shkollë tjetër, vërtet është një stres i ndrym ambienti totalisht. Ndrym ambientin në të cilin për herë të parë nxënësi hyn atë. Edhe ai nuk është ndoshta psikikisht, unë e them atë se gjithmonë procesi arsimor lidhet në dy apo lundron në dy apo udhton ta themi në dy binar, atë pedagogjik dhe psikologjik. Edukativ arsimor nuk thojmë më katë. Nuk mund të shkëputet asnjëra komponent nga tjetra ose të rëndohet njëra komponent nga tjetra. Sepse kërkojmë vërtet një personalitet të shohim tek ai që jep provimin ose ai që është nënshtruar provimit, sepse me ato provime ai tani duhet të dëshmoj
edhe ndaj nesh, ndaj të gjithëve, por paraprakisht do të them, do të dëshmoj para vetës se ja, tani jam personi i cili edhe ligjërisht e kaloj prangun e asaj pjekuris, pra jam i rrituri, jam personi që mbaj përgjegjësi, mbaj llogari, edhe jo vetëm për veten, por edhe shoqërinë. Unë mendoj se këto janë momente shumë të rëndësishme. Sa konsultohen profesorët për të gjitha këto ndryshime në të gjitha aspektet e maturës nga Ministria e Arsimit? Këtu nuk do të kisha thënë se nuk konsultohen, por përsëri Nuk pyeten ndoshta. Nuk mjafton, nëse bëhet ajo konsult mund të jetë vetëm të shprehim formale, sepse jam i sigurt, ata që bëjnë organizimin ju ikin gjitha mendimeve, ata shikojnë vetëm në realizim. Unë nga përvoja, po e them, kam qenë shumë në këtë proces, edhe në përpilimin e pyetjeve, edhe në kontrolimin e të njëjtave, kam qenë edhe testator, dhe kështu që gjitha elemente që i përmban një provim mature i kam të kaluara, nuk jam i thari gjithasaj që kërkon shumë të quajt sikrime për të bërë një provim, nuk jam i thari asaj që të izmadhojmë gjërat, sepse gjitha jo shkon në dam të asaj që e quajmë guxim, të asaj që e quajmë liri, mendimi dhe të shprehurit edhe humbe tek esencë në vetë. Dua të ndalem pak edhe tek nxënësit, si po e përjetojnë ata këtë ndryshim? A janë adaptuar me këto ndryshime që herë do kur do vinë për gjatë viteve? A i friksohen se çdo vit do të ketë një ndryshim tjetër që do të përballen me to? Pyetje sa i friksohen, më shtyri disi si në të qeshur që tregon se më duket se ne jemi ata që shtojnë frikën mësimdhënësit, ose ne mbetemi fajtorët që e sjellim deri në një nivel të tillë që nxënësi të friksohet. Jam gjithnjë për atë që nxënësi të jetë sa më i guximshëm. Në këtë rast, maturanti është në kohën më të mirë të jetës së tij dhe për çdo moment që neve çojmë ka një frikë, po e them në thojza ekzistuese, përsëri e marr si faj apo si disi që nuk duhet të del nga mësimdhënësit, sepse nuk ka tjetër nga të vjen, pos nga ata edhe prindrit. Më thënë, këto dy faktor tani janë shumë të rëndësishëm në këtë periudhë, përderisa përgatitemi për provim shtetëror për maturantin. Nuk e them në atë se ne pse të përgatitemi se jemi duke hyrë ne në provim, por nëse marrim mësimdhënësin, maturanti tani ka përzgjedhur lëndën, edhe unë gjithmonë ju kam thënë nxënësve, maturantëve sidomos. Unë atë ceki që në vitin e parë, po do të ndalim vetëm në këtë. Mendojeni mirë gjithnjë cilin drejtim mendoni të shkoni më tej në të ardhmen. Edhe jo vetëm me një mendim, po shkoni gjithmonë me opcionin A, B, po edhe C nëse ke, sepse mund të ndodhë, po nuk u regjistrove në atë drejtim edhe të dëshpërohesh. Por fjallin e kam të ajo se bëhuni sa më të lirë dhe mësimdhënësin shfrytëzojeni maksimalisht me pyetjet që juve ju sillen ndërmend, se çfarë është gjithë ajo që nuk është dije mjaftueshme apo e sigurt, me qëllim që çdo dyshim ekzistues tek nxënësit të përjashtohet. Edhe nxënësi të bëhet gjithnjë më tepër më i guximshëm, më larg pamës, thjesht të jetë i furnizuar me gjitha elementet që e sjellin fitoren tek ai. E asesi të mendon, po si do t'jetë koha me shi apo me diell, si do t'jetë kjo apo ajo, do t'kem të... Absolutikisht mendoj se nxënësi i kësaj moshës
nuk ka nevojë vërtet të frikohet nga asnjë rrethant tjetër posa asaj që unë e quaj fuqi të vetën. Ajo duhet të organizoj kohën, të kuptoj se tani gjendet në një fazë në të cilën do të dëshmoj veten, dëshmin do të merr në 2 segmente, edhe atë intelektual, të njohurive që posedon, të shkallësive që ka, por edhe dëshmin që përket me moshën. Nuk jam më nxënës e klasës së parë apo klasës së 9, por jam maturante në të cilën e jap provimin, dëshmoj veten, dëshmoj njohuritë e mia, dëshmoj gjithë atë që unë posedoj, marr një diplomë, dua të vazhdoj. Nuk dua të vazhdoj, punësohem. Domethënë, ka të bëjë me një letër thjesht që është bërë sistem apo për të dëshmuar ku kemi arritur. Prandaj, unë dalem më tepër te mësimdhënësi, por këtë e preferoj edhe për prindërin. Domethënë, prindërit do ta luajnë këtë rol, gjithnjë të jenë pranë fëmijës së tij, me gjitha kërkesat që kanë të bëjnë lidhur me provimin. Jo ta minimizoj deri në atë shkallë, por ta lejoj prindit që të mos jetë deri në atë shkallë i obliguar, saqë nuk ka kohë për dyshimet që i ka të mos ulet edhe të mësoj. Thjesht maturantit tani kërkohet një punë, një seriozitet në qasjen e punës së tij, vetëm e vetëm për të dëshmuar kush është. Profesor, pse sistemi ynë arsimor ka prodhuar frikë tek nxënësit në të tilla vlerësime, në të tilla testime? Nuk është se tregohet nivel shumë i lartë efikasiteti, por më shumë frikë për notën edhe rezultatin përfundimtar që do të vjen, domethënë numri që vjen pas këtij vlerësimi. Dhe çfarë, për shkak se nuk kemi edhe shumë kohë, jemi drejt fundit, çfarë duhet të ndryshuar? Çfarë reforma janë të nevojshme thelbësore për të bërë këtë sistem më efektiv dhe më efikas për nxënësit tanë? Vështirë është të qëllojmë gjithë atë në një kohë të shkurtë, sepse e shohim çdo propozim i ynë apo çdo mendim i ynë jo lehtë realizohet në atë që mendojmë se është vërtet diçka që e forcon sistemin edhe në të ardhmen, sepse digitaliteti po e bën të vetën, edhe ai po na detyron me çdo kurse që ne të ndryshojmë gjithnjë më shpesh, gjithnjë më shumë. Por ajo që duhet të kemi parasysh është vërtet vetbesimi. Domethënë, e kisha veçuar këtë në çdo fazë, në çdo moment, të kemi një besim të fuqishëm në vete se unë mundem. Ky besim pastaj do të jep hapin tjetër, ndoshta. Do të thënë, ti përcjellim hapat tonë në koordinim me atë që e imagjinojmë apo që e mendojmë se ku jemi duke shkuar. Domethënë, gjithmonë shtrojmë pyetje vetes: ku jam, çfarë bëra, ku shkoj dhe me çfarë duhet të shkoj. Sistemi ynë me gjitha elementet që e përbëjnë sistemin arsimor, do të thënë edukativ arsimor, ka defekte të mëdha në këtë drejtim, sepse shpesh mendojmë duke friksuar do të rrisim atë mobilitet, atë gatishmëri që do të arri fëmiu apo nxënësi jonë, mirë po e fitojmë efektin e kundërt. Domethënë, këtu më tepër do të japin përgjigje më të saktë psikologët dhe pedagogët, të cilët kanë më tepër durim të sqarojnë ndonjë sjellje tonën të nxënësve, po edhe të prindërve. Sepse frika e tepër që ju bëj meje, e dini se ke provim, e dini se këtë mund të ndikojë jashtëzakonisht edhe të kushtojë jashtëzakonisht shumë. Duhet të jemi sa më të relaksuar. Fjalën që e përdora apo atë që unë porosis vetbesimin, të jetë gjithnjë më i fuqishëm në vetë nxënësin. Ai vetë do të jetë arkitekti i gjithë atij procesi se si mendon ta sfidoj, si mendon të del para gjithë asaj që është në rrugtimin e vet. I falenderoj shumë për të gjitha që thatë sot, ishit shumë përmbajtësore dhe besoj dha të gjitha informacionet e duhura për ata që na ndjekin. Faleminderit për kohën. Menderit qofshit, shpresojmë të kemi qenë të qartë, shpresojmë që të kemi thënë më të mirën për atë që duhet, për ata që më së shumti kërkojnë, e ata janë maturantët.
Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, erdhëm drejt fundit të këtij emisioni. Deri në takimin tonë të radhës, mirupafshim.